mundësua nga Ana Marketing Agency dhe Dea Academy Dance. Mirë se erdhët në një tjetër takim, edhe pse takimeve po I vjen fundi, por kemi edhe pak, edhe 2 episode të tjera. E sot kë kam të ftuar një vajzë e cila do të tregoj shumë, por edhe ju do mësoni nga njëri tjetri dhe do më kuptoni deri në fund përse them këtë. Kam të ftuar sot në këtë episod në emisionin Klubi I Zhvillimit Alician. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kam dëgjuar shumë për ty dhe thash do të aftoj patjetër, sepse më thanë ka shumë talente në shumë fusha, në fushat të cilat sigurisht shumë duan që t'i prekin, t'i eksplorojnë, por që do dhe një kohë dhe angazhim shumë të madh. Janë angazhuar. Janë marrë vetëm me ty I bie, mami me ty. Si fëmijë vetëm që jam pa. Dhe ju e dini si pjesë të parë, ne kemi kutin, çfarë na ka sjellë Alicia në këtë kuti, e cila nuk mbylli sepse kukulla ishte pak e madhe. Ndoshta shfaqim do thoni ju, sepse duhet merrja një kuti më të madhe, por ne I gjejmë gjithmonë një zgjidhje dhe kjo është kukulla e parë që Alicia më ka marrë dhe do të më tregoj për fëmirin e saj. Pri ta rregullojmë pak. Si a ke rregulluar me flokët, ë? E ka ca vite. Po. Të mori malli kur e pe? Tani, të them të drejtën, këtë kukullën e kam marrë në moshën 5 vjeçare. Por kur mbusha 6 vjeç, një pjesë madhe të kukullave I lash me një. Jo ndonjë arsye specifike, por ishte fillimi I shkollës, u fokusova në gjëra të tjera. Por ja, u bëra pak nostalgjike kur e pash. Pse pikërisht këtë kukull? Se dhuratat kanë qenë të shumta. Janë të shumta, në fakt. Kam bërë shpesh kukulla si fëmijë vetëm që jam, por pse pikërisht të kukull? Pse pikërisht ty të ka zgjedhur Alicia? E do thuash ti jam e këndshme, kam sy të kaltra, kam flokët ngjyrë të veçantë. Çfarë sill ndërmend tani tek loda dhe lojrat e fëmijëve? Ndoshta sill momentin kur ta kanë dhuruar, ndoshta në një moment specifik, ka qenë në një moment kur ishin ato ditët zyrtare, festat e fëmijëve, ditëlindje. Si ka qenë marrëdhënia jote me lodrat, me dhuratat, ndoshta në veçantë? Në fakt kam qenë fëmijë që I vlerësoja shumë dhuratat, dhe çdo dhuratë për mua ka një farë vlere. Por kjo kukull më pëlqen, se ma ka bërë mami. Emër ka? Emër? Leila. 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 Leila, si do dori? Leila. Bravo. Leila, dorish pak këtu ti sa të marrim foton. Ti më ke përzgjedhur 2 foto, shumë nga fëmijët, nga të rinjt, nga adoleshentët që kanë ardhur këtu, kanë përzgjedhur përgjithsisht 2-3 foto se thonë nuk zgjidhja do të zgjidh ti, por unë do t'i tregoj të dyja. Këto janë 2 foto ku ti ke qenë sa vjeç? Okej, këtu kam qenë 1, këtu diku 1 deri në 2. Do thënë kam qenë e vogël. Lani më foto me mamin tani që shumë pak. Shumë pak. Po them drejtën, kam qenë brezi që I laja fotot. Kam diku te 5 albume. Çfarë ndjen kur shikon veten të vogël? Si nostalgji, ndonjëherë thua, çfarë kujtime kur të kthesha edhe një herë, apo ndonjëherë thua, e vogël, e bezdisme, më mirë tani që jam rritur, kam vetë dije, kam pavarësi. Në foto e poshtme, të them të drejtën, ndjej nostalgji, sepse më tregon mua se sa shumë kam ndryshuar, sa shumë jam rritur, po njëjtën kohë ai fëmia vogël vazhdon të jetë brenda meje. Domethënë tek syt e Alicisë së vogël shihet një farë shprese. Domethënë të flasësh për shpresën, për ëndrat, është komplet ndryshe se sa ç'ta shohësh atë, siç duket në foto. Ndërsa tek fotoja tjetër, duket që kam qenë pak fëmijë llastuar dhe kreativ në njëjtën kohë. Vazhdoj të jem. Je akoma. Dhe ajo sport atëherë më duket diçka shumë interesante dhe thjesht doja ta shkatroj dhe të futesha brenda. Doja të futesh brenda te ky sporta. Po, prandaj më duket interesante si foto. Eksploroje derisa pasaj varet si ka shkuar kjo puna me sportën. Alicia, mendon ti kur thuhet sot, mëse është I vogël, nuk kupton, nuk merr vesh. Nuk e di. Si vjen te ty kjo shprehje? Fëmia fillon ta krijojë atë personalitetin e tij, identitetin e tij që I vogël, të drejtën. Kështu që s'e besoj se mund ta quash dhe aq të vogël. Çdo gjë fillon nga veprimet më të vogla, nga mendimet, nga ëndrat, pra që fëmijë. Edhe nga ndjesitë. Po, edhe nga ndjesitë. Nga shija që lë momenti, mënyra se si janë zgjidhur gjërat, mënyra se si janë afruar me njerëzit. Pikërisht. Pra është ai formimi që I vogël. Pra, do të duhet ta heqim ne të rriturit, të shprehjen që është I vogël dhe nuk merr vesh. Duhet ta zhdukem. Dhe nuk ka sens. Ç'është e kohë, ne do kalojmë prapa në kohë dhe
është si të vendosim dy personazhe të së kaluarit dhe të tashmes ballë për ballë. Cilat do të jenë këto personazhe? Do t'i njohim tani. Imagjinoni pak të vi Albert Einsteini tani dhe të takoj pak atë Mira Murati ku hajde pak më i vajz. Dhe Alicia, unë dua që ti të më vendosësh, të më kryesh një diskutim mes këtyre dy personazheve, të shkuarës dhe të tashmes, por që sigurisht ne na është dashur dhe na duhet ende dhe teoria dhe gjithë veprimtaria e Albert Einsteinit. Çfarë do thoni këta të dy sot, po të takoheshin? Tani Albert Einstein është ai i cili ka hedhur bazat e fizikës, gjeti teorinë e relativitetit, ndërsa Mira Murati është le të themi mbretëresha e AI, pra inteligjencës artificiale, sepse bëri dhe ChatGPT-n, duke punuar me kompaninë OpenAI. Një dialog që mund të bëja, Albert Einsteini do i drejtoj Mirës. Berti, po. Berti. Do i drejtoj Mirës. Moj Mira, ç'është kjo makinë që keni krijuar? Unë me vërtet kam shpikur më saktë teorinë e relativitetit, pra që koha nuk është reale në gjithë vendet. Por, pse kjo makinë flet si një njeri? Dhe le të themi Mira do i përgjigje, kjo makinë me vërtet flet si një njeri, pra ma i vjen në ndihmë njerëzimit. Ajo përdor thjesht një matematikë të thjeshtë, nuk është se ka ndonjë magji brenda. Dhe Albert Einstein i thot, me vërtet mund të jetë matematikë, por matematika nuk ka ndjenja. Pse kjo makinë shkruan poezi? Dhe Mira do i thot, është e vërtet, nuk ka ndjenja, por ama ne mundohemi të kodojmë ato duke treguar vlerat e njeriut, e qofse ndoshta nuk pranohen nga të gjithë. Dhe më pas Albert Einstein ja pason. Pra ju po mendoni të vendosni ndjenjat e personave brenda në një makinë? Apo kjo gjë është e tmerrshme, është e rrezikshme për gjithë njerëzimin? Unë do kthehem, thot Alberti, atje ku isha, do kthehem mbrapsht, mos më sillni më në këtë të tashme, të tmerrshme. Me gjyshet tona do e thoni këtë, pa qenë Albert Einsteini, do thonë çfarë ka ndodhur sot, do prish dynjaja, do flasin makinat, do bëhe gjitha. Por, për shembull, nëse do isha edhe unë Xhaxhi Berti sot, do thoja më Mira, po shko më Mira, shko në shtëpi atje, gjej një burr, martohu, janë punë burra shto, nuk janë punë grash. Çfarë të thoje ti Mira, që përfaqëson ndoshta edhe zërin e shumë grave? Mira do thoshte, me të vërtet kështu ka qenë mentaliteti juaj, por në tashmen graja është më e fortë. Dhe le të themi ka bërë shumë përparësi në fushën e teknologjisë. Ka bërë përparësi, po më duket se sjell edhe gjëra jo të mira, se kur gratë marrin pushtetin bëhen të rrezikshme, Mira. Po jo, sepse kjo makineri që unë kam shpikur i vjen në ndihmë njerëzimit dhe nuk do që ta zëvendësoj mendjen e tyre, por ta forcoj atë. Unë them, thot Alberti, e shohim pak të çatët, si ishte ky çati G. Ta shikoj mirë pak dhe do ma zgjidhi mua atë teorinë që kam bërë dhe do t'i fuset ca formula. Nëse do të doja unë, do e kodoja në atë mënyrë që të shpikte një teori të re dhe të ulte poshtë mendimin tënd. Okej, ky pastaj nuk e di, do fliste më Alberti, do thoshte më mbani se e gjitha kjo ishte një terror në këtë diskutim aq më tepër përballë Mira Muratit, që sigurisht ne na vjen mirë, po themi ne gjinia femërore, na vjen mirë që kemi një grua në fushën e shkencës. Dhe nuk është ndër të paktat, por që është dhe shqiptare, me origjinë shqiptare, që na përfaqësojnë edhe ne ndihemi të përfaqësuar, jo vetëm nga gjërat negative, por edhe nga gjërat shumë pozitive. Alicia, më pëlqeu ky diskutimi dhe le ta njohim pak më shumë Alician në disa pyetje, në disa çështje të cilat unë do i nis dhe ti do t'i vazhdosh. Patjetër. Janë disa pika, disa çështje që duke u munduar, duke përshtatur me moshën Alicias, i bëra pak filozofike. Dhe dua të kuptoj dhe të testoj pak filozofinë tënde, mënyrën e të menduarit edhe pak sa abstrakt, jo kështu drejt për së drejti, por ashtu siç ty të vinë këtë përgjigje, unë dua që të më thuash të pastra. Alicia, nëse gjithçka do të zhdukej nesër, ama një gjë do të mbetej, cila do të ishte ajo? Unë do thoja njerëzit që na rrethojnë. Domethënë mund të dukesh çdo gjë tjetër, por njerëzit do të ishin ato që na formojnë që të vegjël, mësojmë të jetojmë rreth tyre. Pra, pa to nuk mendoj se do jetonim, do bëjmë një jetë më të bukur. Pra, është si të kthehesh nga e para, që në epokën e gurit, po thua ti. Çdo gjë mund të zhduket ama njerëzit. Po nëse çdo gjë do zhdukej, atëherë të kthehemi pra. Mund t'i rindërtojmë pra, po. E volëm sërish. Na duhet një riciklim, një rikthim.
Nëse do të mund të dija një të vërtet, absolute, që ti ndoshta ke me dyshim, është kështu apo ashtu, se njëri na thonë, po jo, është çështje e këndvështrimit, zotërisht këtu nga ana ime ti do të mendosh kështu gjërat. Por një gjë që ti e do një të vërtet absolute, po e kërkon, cila do ishte? Të them të drejtën, po e mendoj ndryshe. Për shembull, në përditshmëri secili nga ne ka emocionet e veta, ndikohet nga situata të ndryshme. Por ama shpesh fokusohemi te vetja, po të tjerët. Sepse edhe njerëzit e tjerë na rrethojnë, edhe ato kanë emocionet e tyre. Dhe shpesh ne shohim një tuf maskash që na rrethojnë sepse nuk duan të tregojnë atë çfarë kanë për brenda. Pra, si një person empatik që jam do doja të dija çfarë kanë ato për vërtetë brenda. Çfarë bën sillen ashtu, çfarë bën të ndihen në atë lloj mënyre dhe si mund t'i vi unë në ndihmë. Kjo është diçka që unë dua të di. E kuptoj. Më kujtove kohën time kur isha aq e nevrikosur me njerëzimin, kam qenë 16-17 vjeç, kështu. Dhe doja të dija njerëzit, në brendësi, në thelb, janë të këqinj dhe është qytetërimi, rregullat që e përmirësojnë, e sjellin atë në vete që mos të gaboj, apo njeriu është i mirë, por e bëjnë rrethanat, e bëjnë të tjerët të tillë, pra të gaboj. Kjo ka qenë dilema ime, unë ende nuk është se i kam dhënë një përgjigje absolute, por këtë do i kërkoj edhe kështu më kuptove. Kjo temë vlen si një debat konstruktiv. Po, do lëm për një emision tjetër. A jam i lirë të zgjedh apo zgjedhjet e mia janë të ndikuara nga? Tani është e drejta e lirë e çdo individi që të zgjedhë, por ama janë të ndikuara. Janë të ndikuara. Nuk mund të themi liria ime është absolute. Që të vegjël që janë gjithmonë të ndikuara. Mund ndikohemi nga tufa, nga prindrit, nga çdo lloj gjë. Ti je në periudhën tani që bashkëmoshatarët e tu janë ndikuesit kryesor? Janë ndikuesit kryesor, por ama zgjedhja ime nëse dua apo jo të ndikohem. Mendon se edhe pandërgjeshmja jote? Jo. Ë? Jo. Më ke arritur në atë qartësinë që e di se çfarë do. Po, atë çfarë dua, atë do bëj. Më mirë, një e vërtet e dhimbshme apo një gënjeshtër e ëmbël? Është paksa thik me dy presa, sepse e vërteta me vërtet mund të dhëmbi ndonjëherë, por më mirë është të dish të vërtetën, dhe më pas e dhimbja do kaloj edhe me kohën, se sa të gënjesh, sepse gënjeshtra vjen dhe bëhet më e madhe. Ajo ëmbëlsia e madhe një ditë do të kthehet në një hidhërim akoma dhe më të madh. Edhe s'ka ujë që do ta kapërcej. Dhimbja më ka mësuar që, kur them dhimbje, sepse të gjithë ndjejmë dhimbje. Dhimbje do të thotë trishtim, mërzitje, zhgënjim nga dikush, diçka, ngjarje. Çfarë mëson dhimbja ty? Dhimbja mua mëson që çdo gjë, le të themi, edhe mund ta ketë një fund, por ama e kalon sipas. Nuk është se do zgjasë gjithmonë. Të mëson se ka lumturi edhe pas dhimbjes. Edhe duke sigurisht shijon më shumë pastaj kur vjen lumturia? Apo domosdoshmërisht? Jo domosdoshmërisht, po është më mirë. Është etapë, Paktën e kalon si gjë. E kalon. Nuk është e përgjithshme. Liria për mua do të thotë Liria do të thotë që mund të bësh atë çfarë do, por ama kufizohesh dhe nga disa rrethana. Po rrethana. Çfarë do pra? Po tani varet se edhe çfarë do. Çfarë do? Ti thua që prisë do ndajmë mirë nevojat me dëshirat, pastaj kur vim te dëshirat prapë duhet të bëjmë ca zgjedhje sipas ekonomisë, rasteve, mundësive. Pra liria është Liria është të bësh atë çfarë do. Por ama duke u ruajtur nga disa rrethana. Nga ato gjëra të cilat të kufizojnë. Pa dëmtuar, pa sjell cënuar të tjerët. Koha kalon, por ajo që mbetet është janë kujtimet. Janë ato momente të bukura që na mbesin mendje, mund të jenë edhe të trishtuara, por në fund të ditës ka një vlerë tek ne. Na lën një mesazh, një mbresë. Ke kujtime që do t'i fshish? Nuk po them çfarë, po ke ndonjëherë lufton me veten që sa të vinë ai kujtimi, ajo ndjesia e atij momenti thonë nuk dua fare ta kujtoj, dua ta fshi nga mendja ime. Apo e pranon? I pranon lehtë gjërat që ndodhin, sfidat? Ka kujtime të cilat nuk është se do që ti çosh shpesh në përmendje, por ama pse të fshihen në fund të fundit nëse janë bërë shkak që ti ke mësuar diçka. Nëse u mora një mesazh nga ai dhe tani po e rregulloj si gjë. Ndodh një që truri e bën një lojë të tillë, do t'i fshi. Do t'i fshi, po s'fshihen, kështu që aty janë, tek ai sirtare. Aty mbesin. Ndoshta futen edhe më thellë në memorien afatgjat nëse ne luftojmë për t'i hequr dhe për t'i fshirë ato. Por ama kujtimet mbeten në fund të fundit. Mbeten, s'ke ç'ti bësh. Nuk e di se çfarë mendoni ju, por ne me këtë pyetje mbarojmë këtu
dhe do kemi diçka tjetër më pas. Tani do marrim 1 kile mish. Jo, unë më mirë po e lë këtë punë se boll lodhem çdo fundjavë duke bërë listën me blerje. Jemi dhe do flasim për çështje parash me Alician dhe përpara kësaj, përpara një liste që do bëjmë këto blerje, duhet të pyes Alicia, çfarë është për ty paraja? Paraja është një mjet i cili na jep neve mundësi zgjedhjesh, por gjithashtu dhe një farë përgjegjësie sepse duhet të ruajtur. Por ama derisa të më vi mosha sa ta marr vetë paran, kur të më vi mosha, atëherë do të kem një farë pavarësie. Ja, le themi. edhe pak them unë vjen ajo mosha ku ti edhe mund të punosh, të kesh paranë tënde. Kështu kursime ke? Kursime kam. Pak e shumë mirë, si je kështu, je, siç thon ca prindër, je armiku i lekut apo je nga që jo, do ta ruaj? E ruaj, po ka raste që harxhet e shpejt. Harxhon, siç i mbush ato pastaj zbraz fare. Ke 100 euro. Pa. Dhe për një javë do bësh blerje, të ka thënë mami, kam besim të ty Alisa që do na bësh blerje të mira, të mençura, që të ham, por pse jo mund të shtosh aty edhe ndonjë dëshirë përveç nevojave. Lista do dali dhe tek ju në ekran, ka fruta perime, ambëlsira, buk, bulmet, mishi. Tani vura një mesatare se di që janë rritur çmimet, me atë rast informojmë edhe fëmijët që si sa shtrenjtë ka vajtur. 100 euro ndoshta duket shumë, për efekt janë bërë 100 euro që të jenë më thjesht mbledhjet. Ke një ditëlindje që ka shkuar 50 euro, do të bësh një dhuratë, do shkoni atje. Ke veshje 70 euro, pastaj makarona, ujë, kancelari, gjëra të ndryshme, oriz, këpucë dhe libra 10 euro. Mendoje, kjo është tabela të parën ke produktin, sasin, pastaj vendos edhe koston në varësi dhe se sa të blesh ti. Bëjmë pastaj një llogaritje, nuk është e thënë plus minus, se sa do të na shkojnë këto për një javë. Nuk e di nëse edhe ju i flisni fëmijëve tuaj në shtëpi, flisni për këto çështjet ekonomike, për krizën, që nuk mundet të blejmë, ndonjëherë kemi para në portofol, po themi, jo, nuk të blen dot mami, se s'ka lek. Por ndërkohë fëmia e di që ti ke, ndonjëherë na mësojnë edhe ditën kur marrim parat, kur marrim rrogën, dhe është një marrëdhënie me paranë që ne nuk duhet ti nxjerrim jashtë fëmijët, sepse ka të bëjë me edukimin financiar. Dhe edukimi financiar nuk do të thotë të dimë vetëm çfarë është paraja dhe ta shpenzojnë atë, por gjithashtu edhe ta kursejnë apo dhe ta investojnë. Madje jo vetëm ta kursejnë, por edhe të dhurojnë para. Si e kështu me dhurimin e parave me njerëzit që kanë nevojë? Jap shpesh. Jep. Ndoshta mund ngel edhe bosh për vete, por jap tjerëve. E shikon e Më ndodh. që ca gjëra edhe mësohen, nxiten, por ndonjëherë edhe shohin në njëri tjetrin. Fëmijët shohin prindrit, nëse edhe ata që në vegjëli kur i kanë parë, pra dhurojnë, japin njerëzve të cilët janë në nevojë, edhe ata do bëjnë të njëjtën gjë. Hedhim një sy te lista, Alice, se çfarë na ka bler. Te produkti e ka nisur me ëmbëlsira. Imagjinoni çfarë do ndodhet, shkojmë ne në raftin e dyqanit, supermarketit të ëmbëlsirave, shpenzojmë mirë për ëmbëlsira, çfarë na del pastaj të blejmë mish. Okej, jam fan ca ëmbëlsirash. Dhe sasin ka marrë 7, sepse janë 7 ditë në javë. Nga një për ditë? E vërtet. Okej. Nuk më shtyhet, por ka raste që e le për një muaj, çokoladët për shembull. Pastaj hapra. Po gjitha këto shkojnë 14 euro. 14 euro vetëm çokolata. Pastaj vi me perime 5 kg. 5 kg se quajmë do gatuajmë. Po. 30 euro në fund të javës. Fruta 3 kg na del. Po 18. them për një familje mesatare, te 3-4 veta. 15 litra, kështu që i bie 3 euro. Se dhe i pi vetëm. Shi pak a shumë sa na shkon. 40, 50, te 60 mund të ketë shkuar. Më shumë, o bëra lëmsh. Prit, mishin do hash mish apo je vegetariane? Si jam panse, po... Të duhet për proteina? Apo do i kombinosh me perime? Në ditëlindje do shkosh? Në ditëlindje, jo. Po morë edhe 50 euro që për ikë për ditëlindje, s'ka më pastaj. Jo, do shkoj në ditëlindje. Nuk do shkosh. Çfarë do i themi shoqes? Nuk vi dot. Ore mos të kesh në ditëlindje sa afërmi se do kuptoj. I kaluam. Okej. Nuk vi dot se ashtu është çështja e parave, buxhetit, nuk na del buxheti. Ja do të gjitha. Atëherë, deri më tani 60, edhe 18, 78, 79 euro. 79 euro. Pra,
Produktet që ti ke përzgjedhur për një javë janë ëmbëlsira për 7 ditë të javës, perime 5 kg thotë të del mjaftueshëm, fruta 3 kg, se po ngër çokoladë pastaj fruta do e minimizosh. Uji, kam përshtypjen ujë do duheshin pak më shumë, se kemi në 5 litra, okay. Dhe mishi 1 kg 15 te 780 euro. Çfarë do bësh me eurot e mbetura? Do i shpenzosh, do kthesh prapë dhe do i shpenzosh apo? Do marr të makaronas, janë thënë se makaronash. Okej. Merr një paku për mua se edhe unë jam. 3. Mirë. Po të del po përmet. Buk. Pa buk? Nuk dash buk? Jemi shqiptar, në ham buk. Apo Edhe fanë se bukës nuk janë të drejtë. mirë bën. Apo e desh ti tash të del? Jo, s'ka gjë. Okej, në rregull. Po erdha unë makarona më dalin mua, po do t'jesh pak gjalp. Po Nuk jam në gjel. me vaj ulliri. Ja. Okej, ashtu, sade. Po të shi e zëm se ka bërë pazarin edhe mami dhe... Ah, I do llogarisë kombino. të perimi që ka kërpulla. Po, se mund të bësh po. Mund të ketë kërpulla të brenda. Mund të sajëm diçka. Mirë, atëherë na shkoj Në shkoj 79 plus 6, atëherë 85. 85. Çfarë do bësh me këto lekë që kanë mbetur? Dy kursim. Mirë. Atë doja Do t'i ruajmë parat. Do t'i ruajmë parat, për herës tjetër kur të na japin prap 100 euro. Mirë do ishte. Pa. Do gjejmë ndryshime, mbani mend se sa i plotsonim ato revistat tona të kohës ton, shkonim te pa majtas, djathtas dhe i gjenim ato ndryshime dhe gëzonim. Nuk e dia bëjnë më fëmijët, pavarësisht çfarë do lloj moshe dhe ne të rriturit kemi qejf që t'i plotësojmë këto. Alicia, do mi gjesh dot këto ndryshime dhe juve do ta keni në ekran këto dy foto me pinguinin, me mamin, babin dhe pinguinin e vogël. Më gjej të paktën 4-5. Okej, si fillim kemi pjesën këtu. Të? Nuk është e njëjtë të akullit. Të akut majtas. Po. Kemi ren, majtas. 2 mungon. Mungon në pjesa e lartë e malit në pjesën e djathtë. Po, 3. Kjo këtu është pjesa bëjqellit në mes të malit, pastaj. Okej, që mungon ai si shedo, si hije, 4, po. Po, edhe këtu është një pjesë tjetër e akullit. Në mes të 2 pinguinëve, po. 5. Edhe një gur, afër tetrës. 6. Po ky goja s'jepi babi pinguinit? Po, Okej. në një foto ka të hapur, një foto të mbyllur. 7. Prit, po i dhe unë një shikim, kaq besoj, pak a shumë Ndoj se mjaftojnë. këto ishen. Ta ti shohim pak, është dhe reja lart në të djathtë, që nuk e tham, është Po, e pengon mali logjikisht për Okej. Në cep këtë është prapa jo akullnaja, sipin e tham. Mirë, besoj i gjetëm pjesën më një të pjesë të madhe. madhe. Po. Po ju sa gjetët? Si jeni me poezin? A recitoni ju kështu prapë si ne atëre? O malet e Shqipërisë. Për aktivitete po. Pra për ato aktivitete kështu njësoj ju ke mbetur. Po. Poezia e famshme nga Fanoli do të vi tani interpretuar nga Lisja dhe nga mua. Do ta nisësh ti. Në rregull. Atëherë. Aratisur së gjënosur, raskapitur e katosur, po vajtojnë pa fund, pa shpres, anës elbës, anës pres. Ku e lam me kuna mbeti, vaj vatani e mjerë mileti, anës së deti ti palar, anës së dritës si papar. Pranë sofrës si pa ngrën, pranë dije si pa nxën, lakuri që i dregosur, trupe shpirti sa katosur. Dhe një zë vëgon nga lumi, më buçet më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se Tirani lebetitet. Se pëlqet kërcet fortuna, fyhet vjosa derdet buna, skuqet semani dhe drini, dritet beu e zëngjini, se pas vdekjes ndriti jeta, dhe kudo gjëmon trumbeta. Ngrehuni dhe bjeruni, mos u tremni. Korni dhe shtypini, katundare punëtor, që nga Shkodra gjerë në Vlorë. Më kështë marrë malli për poezi. E qave. Janë 2 foto për të ngacmuar pak Salisën se çfarë i sjell ndërmend. E para është një filxhan macchiato. E kanë bërë aq të bukur me atë zemrën kështu. Si e ke marrëdhënien me kafen? Kur e filloni ju kafen ju të rinjt? Një pjesë e klasës sime e pi rregullisht, unë nuk e fus në gojë fare.
Si e kaloni, cila shkoja e lirë që ju preferoni? Shkojmë për, se ne shkojmë për kafe. Shkojmë për kafe, kemi si shprehje, por përfundojmë në fast food. Fast food. Pa. Po si ndodh që unë shoh për shembull ne të rritur që marrim një kafe, macchiato e pi unë, më pak edhe atë shkumën e bukur, në një ujë dhe kaq maksimumi. Shoh të rinjt që janë 16, 17, 18 vjeç, edhe më të vegjël ndonjëherë, marrin ato gotat e mëdha me shkum, me crunchy, me gjëra, me biskota, me croissant, me 3, 4, 5 gjëra dhe them, okay, si u del, ose si është kjo gjendje, mund të ma shpjegosh ti? Thjesht është më e shijshme Po atë e di unë. Është ajo frymëzimi i momentit. Po është një lloj standardi që ti kur ulesh me shoqet, kur uleni si shoqëri, duhet të merrni këto gjërat që janë dhe të këndshme të bukura, përveç se të shijshme. Fare, për shembull kur unë ulem tavolinë me shoqet, disa kanë kafe, disa kanë çokoladë, disa kanë cappuccino, disa e kanë me shkum. Do të themi gjithë ndryshëm sipas preferencës. Pra nuk është çështje standardi i shpikur i krijuar nga të rinjt. Jo, se besoj. Kjo ndoshta është paragjykimi im që u shoh rreth e qark. Se besoj, thjesht është edhe preferenca. Është preferencë. Por është edhe kjo çështje e reklamash kur ti shikon atë gotën e bukur, shoh e provon, kurse ne mbetemi shumë besnik të asaj kafe ose tash maksimumi të macchiatos. Okej, shumë e vërtet. Marrëdhënia jote me dhuratat. Me dhurata. Bën, Atëherë. merr. Ndoshta nuk je shumë e dhuratave, por ke një tjetër gjuhë dashurie. Ndoshta shkruan poezi, ndoshta përqafon shumë, ndoshta e ke me të dua shumë me fjalë. Atëherë, dhurata më japi, zakonisht i vlerësoj gjitha, por më shumë vlerësoj praninë e personit. Ndërsa për të bërë dhurata nuk jam ndaj që mirë për bëj, me ndihmën e mamit. Zakonisht shkruaj letra, as mesazhe, shkruaj letër ose poezi, varet nga frymëzimi i momentit. Dhe kaq mund të them. Mendon se dhurata është një gjuhë dashurie ose me patjetër është një gjuhë dashurie dhe për ta vlerësuar tjetrin duhet i bësh dhuratë? Se ne jemi një shoqëri materialiste dhe thot çfarë të ka bërë për dhuratë, çfarë të solli? Është një gjuhë dashurie, por nuk është të thënë që do ta bëjmë patjetër. Nëse nuk e ndjen dot, mos e bëj diçka tjetër. Ose ndoshta s'ke dhe mundësi nuk ja bën dot dhuratën. Kështu që sado materialiste të jetë shoqëria, ti duhet bësh atë çfarë ndjen dhe atë çfarë kërkon shoqëria. Sa vështirë është sot, Alicia, të bësh diçka ndryshe, ku thuhet të gjithë e kanë, të gjithë e thonë, të gjithë e bëjnë. Me atë që ne e nisëm të bësh atë që do. Që ti mendon se është logjike dhe drejt. Është ai efekti turm, që duan të fusin të gjithë në turm, të bëjnë të gjithë njësoj. Pra, nëse ai bën diçka dhe rri me ty, do që dhe ti të bësh një të gjë që mos e dihet i veçuar si person, por ama në fund ditës si do bësh atë çfarë do. Tani është rrallë që të gjejmë le të themi adoleshencë si puna ime që e zëm të jenë me këmbë në tokë dhe mos të ndikon nga shoqëria, por ama duhet që një moment të hedhësh një hap mbrapa dhe të mendosh, të thuash a e duan këtë gjë për vërteti apo po më kërkojnë të tjerët. Pra, do të pyesësh veten tënde. Dhe kjo le të shërbejë edhe si mesazh që unë do e kërkoja në fund Alicias, por ajo e tha në këtë formë edhe më të rrjedhshme dhe natyrale. Të falenderoj shumë. E di që erdhi fundi. Ka shpejt? Erdhi. Jam keq, po. E di. Kaq. Kaluam bukur. Edhe mua më dukën tamam sekonda, uroj që edhe ju ta keni shijuar. Të falenderoj edhe një herë. Shumë faleminderit ty. Dhe ju gjithashtu që na ndoqët dhe do takohemi në emisionet e ardhshme Klubi i Zhvillimit. Mirupafshim.